Të nderuar shikues, u rikthyem në pjesën e dytë të pasdites me personalitetet në studio dhe temën për të cilën sot do të diskutojmë. Do të flasim sot për një temë të bukur dhe mjaft interesante. Do të diskutojmë për të rinjët, për vullnetarizmin dhe trajnimet ndërkombëtare. Konkretisht do të ndalemi tek organizata YSP Balkan, për cilin do të flasim për aktivitetet dhe trajnimet realizuara. Ne kemi nderin dhe kënaqësinë që në studion tonë të kemi nga Shqipëria Mikaela Lalla, ajo është zëvendëse e sekretare së përgjithshme për zyrat të Europës pranë kësaj organizate. Përshëndetje Mikaela, mirëserdhje. Përshëndetje, kënaqësi të jem me juve. Faleminderit që na ke nderuar. Kemi gjithashtu dhe Amra Azizin, pjesëmarrëse lidere grupi dhe studente e Fakultetit Juridik. Përshëndetje Amra, mirë se na erdhe. Përshëndetje, faleminderit shumë. Kënaqësi që sot ju kemi në emisionin tonë për të ndarë këtë pasdite bashkë, për atmosferën pozitive që na bëni gjithmonë. Faleminderit që na keni nderuar. Fillimisht, Mikaela, dua të filloj me juve për të folur pak në lidhje me këtë organizat, YSP Balkan. Një organizat për të cilën kemi diskutuar, por nuk është se kemi folur më në detaje. Çfarë fokusi dhe qëllimi ka? Përshëndetje gjithëve dhe teleshikuesve, është kënaqësi që jemi këtu me ju dhe të jemi në Tetov. YSP Balkan është një organizat e regjistruar në Kosovë, por që operon në nivel ballkanik, edhe Maqedonia e Veriut dhe më saktë Tetova është një nga ato vendet që na ka mirëpritur dhe por gati 3 vite rresht kemi zhvilluar disa nga aktivitetet që neve bëjmë. Fokusin kryesor si organizat është fuqizimi i të rinjve nëpërmjet programeve të ndryshme ndërkombëtare që lidhen me pjesën e edukimit, këtyre që quhen si soft skills, domethënë përtej asaj hapësirës që edhe njohurive që nxënësit marrin në shkollë të mund të aftësohen në mënyrë praktike se si të menaxhojnë projekte, se si të jenë aktiv në shoqëri dhe se si të ndërmarrin iniciativa në shërbim të komunitetit përpos vullnetarizmit. Ne kemi një mori trajnimesh dhe aktivitetesh që zhvillojmë. Ndërto mund të përmend peace designerin, që është një nga trajnimet, si themi, kemi një lloj patente të saj, zhvilluar nga zyrat europiane, por që edhe organizata që kemi në Kosovë i jep si trajnime. Neve përpos peace designerit kemi Synergy, po ashtu kemi pas forume të organizuar në Kombet e Bashkuara, në zyrat e UN-it, ku edhe nxënës nga Universiteti i Tetovës dhe Maqedonia kanë qenë pjesë gjithashtu. Kështu që jemi në një fushë goxha të gjerë aktivitetesh, por me fokus kryesor të rinjtë dhe studentët. Shumë e bukur. Tani për tani momentalisht ndodheni në Tetov për një trajnim që realizohet. Të flasim pak për të? Realisht është shumë kënaqësi, është projekti jonë i dytë i Erasmusit, i financuar nga Bashkimi Evropian, ku Universiteti i Tetovës është partner me 2 organizata të tjera, një janë zyrat tona europiane dhe tjetra është një organizat nga Rumania gjithashtu. Dhe jemi këtu për 7 ditë, edhe fokusi kryesor i këtij trajnimi është të trajnoj trajner të ardhshëm për të qenë të aftë edhe për të pasur të gjithë njohuritë, por dhe cilësitë për të organizuar trajnime jashtë kontekstit mësimor, por që me fokus Sustainable Development Goals ose qëllimet e zhvillimit të qëndrueshme. Kështu që kjo është dhe arsyeja që ne jemi momentalisht në Tetov, trajnimi është duke vazhduar. Amra është një nga nxënëset pjesëmarrëse që është pjesë e këtij trajnimi dhe që në fakt ka qenë me ne për gati 3 vjet, kjo është viti i tretë. Sigurisht do flasim edhe me Amrën, por fillimisht të flasim pak për atë, Amra, se sa ju ka ndihmuar bashkëpunimi me këtë organizat? Bashkëpunimi me YSP na ka ndihmuar shumë. Përveç se na ka ndihmuar në zhvillimin e aftësive tona personale dhe profesionale, na ka ndihmuar që të krijojmë lidhje të reja me organizata dhe individ të ndryshëm, të cilët punojnë vazhdimisht për ndryshime në shoqëri. Ka qenë një përvojë shumë motivuese dhe shumë frymëzuese për ne studentët. Do të vazhdoni dhe më tej të bashkëpunoni? Besojmë që po. Nga kjo përvojë e bukur që deri më tani keni përjetuar, do të vazhdoni. Neve jemi, në fakt, besojmë shumë edhe një nga
ato elementet që na shtyn edhe në punën me trinjtë është që përveç se ata e marrin një trajnim, besojmë shumë fort që këto cilësi që ndrojnë me ta dhe nesër pas nesër kurdo që të jenë në institucione, në punë, do të mund të jenë të aftë të përdorin këto njohuri dhe të përkthejnë në punën e tyre praktike. Dhe kjo është një kontribut, edhe nëse jo në mënyrë direkte, indirekte është një vazhdimsi e nismave dhe e qëllimit që neve punojmë si institucion. Po, në fakt, përmendëm bashkëpunimin mes jush. Si erdhi deri te ky bashkëpunim? Në fakt, Universiteti i Tetovës ka qenë një institucion që na ka mirëpritur. Idealisht, në fillim kur neve po konsideronim Maqedoninë e Veriut për të zhvilluar aktivitete dhe trajnimet tona, normalisht tërheqja më e madhe shkon drejt kryeqytetit, por që fal ndërhyrjeve pozitive në këtë rast, profesor Afet Mamutit, i cili ka qenë një mbështetje jashtëzakonshme në fillim dhe pastaj rektorati dhe zyrës së Universitetit të Tetovës, u bë mundër që të vinim, të zhvillonim aktivitetet tona edhe ta finalizonim edhe këtë proces edhe me një marrëveshje e memorandum bashkëpunimi ndërmjet dy institucioneve, ku Universiteti i Tetovës me rektoratin kryet, zotin Jusuf Zenjeli, kanë qenë shumë bashkëpunues dhe kanë ofruar hapësirat, studentët kanë qenë një mbështetje jashtëzakonisht e madhe që edhe ata të marrin pjesë në trajnime ndërkombëtare që kemi zhvilluar në Vjenë dhe Hungari. Kështu që ka qenë një proces shumë i fërçëm deri tani. Meqense se diskutuam për fokusin dhe qëllimin e organizatës dhe po këtyre trajnimeve apo këtyre aktiviteteve, të ndalim me pak në punën që bëni. Pra, ka shumë antarë kjo organizatë sigurisht, të flasim pak për punën konkrete që ju bëni. Po, në fakt YSP Balkan si chapter që shquhet, është pjesë e një rrjeti ndërkombëtar që organizatash të cilat janë në këtë umbrellën e YSP Europe and Middle East me zyrat kryesore në Vjenë. Ne kemi pika ose zyra dhe zhvillojnë aktivitete në gati 16 shtete të Europës dhe lindjen e mesme, Lebanoni në këtë rast. Dhe normalisht çdo shtet ka specifikat e veta dhe në bazë të nevojave të rinjve të atij shteti dizenjohen edhe programet. Neve momentalisht për sa i përket Shqipërisë, Kosovës dhe Maqedonisë Veriut, jemi fokusuar tek trajnimi i peace designerit sepse kemi parë se një platformë që jep mundësi nxënësve të shikojnë pak dhe të marrin njohuri në atë kontekstin e edukimit jo formal. Sepse fatkeqësisht jemi shumë pak të ekspozuar. Ne vazhdojmë akoma në universitet apo në gjimnaze me metodat tradicionale të mësimit që kanë qenë deri tani. Ndërkohë që vendet e Bashkimit Evropian kanë gati 20 vjet që investojnë në mënyrë të vazhdueshme edhe vetë Bashkimi Evropian që të krijojnë hapësira ku nxënësit nuk mësojnë më me atë standardin që profesori shpjegon edhe ti mban shënim, por i konsiderojnë nxënësit si pjesë aktive të procesit të mësimdhënies. Dhe për këtë arsye, duke parë që kjo është një mangësi në vendin tonë edhe jemi përkushtuar që t'i japim hapësirë këtij formati trajnimi, por këtë vit gjithashtu i kemi bashkangjitur agendës programeve edhe trajnime për sa i përket demokracisë, aktivizmit, shoqërisë civile dhe vullnetarizmit, cilat në vendin tonë, por edhe në rajon, është e qartë që ka punë dhe ka nevojë për përmirësim dhe për rritje të vetëdijes së të rinjve. Se është hapi i parë që njerëzit pastaj të angazhohen edhe të jenë qytetar aktiv. Edhe jo vetëm të kërkojnë ndryshim, por edhe të bëjnë pjesë e ndryshimit. Dhe aktiviteti tjetër që edhe kolegët nga Tetova, studentët kanë qenë pjesë, kanë qenë këto projektet Peace Project që neve i quajmë, që janë të ideuar nga studentët gjatë trajnimeve të peace designerit dhe që implementohen prej tyre me asistencën tonë. Ndoshta Amra mund të ndaj projektin që këta kanë zhvilluar vitin e kaluar për sa i përket mjedisit, ka qenë një ide e tyre për të rritur vetëdijsimin e qytetarëve të Tetovës për sa i përket ndotjes së ambientit dhe qenies qytetar të përgjegjshëm, dhe që kemi pas edhe mbështetje nga komuna në implementim. Ideja me këto iniciativa është ne jemi shumë të vetëdijshëm që këto problematika janë të mëdha, por nëpërmjet këtyre programeve duam t'i iniciojmë tek studentët e të rinj dëshirën edhe faktin që ata mund të bëjnë diçka, edhe nëse mblidhen me njëri tjetrin, nëse me njohuritë e duhura, me përpjekjet e duhura, mund të sjellin, mund të bëhen ajo shkëndija e parë e ndryshimit. Ndryshimit, sigurisht po.
Amra, cilët student nga Universiteti Tetovës kanë marrë pjesë në këtë trajnim? Në vitin e parë të bashkëpunimit me YSP-n, konkretisht kemi marrë pjesë në studentët e fakultetit juridik. Mirë po më pastaj filluan të kyçeshin edhe student tjerë, kanë marrë pjesë student nga Fakulteti i Shkencave Mjekësore. Ndërsa këtë vit edhe në vitet e ardhshme pretendoj që të marrim pjesë student nga gjitha fakultetet e universitetit tonë. Në trajnime të ndryshme që do të realizohen apo organizohen nga ana e kësaj organizate. Të flasim edhe pak për organizatën, Mikaela, nëse ka mundësi për të kuptuar më shumë se me çfarë konkretisht merret kjo organizatë, vetëm me trajnime apo jo? Po, si që ceka, për post trajnimeve janë edhe projektet Peace Project, por edhe një fokus që neve kemi për këtë vit edhe në vazhdim, është edhe edukimi përsa i përket pjesës së korrupsionit edhe demokracisë. Këto vinë si rrjedhoj e një bashkëpunimit ngushtë që kemi me zyrat e UNODC-s në Vjenë. Jemi në atë fazën e diskutimeve paraprake për të kristalizuar programet të ndryshme të edukimit që mund t'i marrin dhe t'i sjellin për vendet e Ballkanit. Për shembull, një rast nga rajoni, Slovenia është një nga ato vende të cilat konsiderohet si model në këtë kontekst. Ata janë ndër të parët që në kopësht kanë programe, kanë orë edukative të pjesës së qytetarisë dhe edukimit kundër korrupsionit, që fatkeqësisht vazhdon të mbetet një dhimbje koke për vendet tona. Edhe ndonjëherë saqë në një pikë ndoshta e kemi normalizuar më shumë se ç'duhet, por që ka shumë pasoja. Dhe në takimet e fundit që kemi pasur me përfaqësuesit e UNODC-s, drejtoresha ekzekutive e YSP Ballkan, Jona Icka, ka qenë në Beograd në një trajnim që bëhej dhe takim me shoqërinë civile të Ballkanit, edhe kjo çështje është ngritur shumë fuqishëm prej tyre, edhe është parë si prioritet. Dhe në këtë kuadër jemi duke konsideruar që ti bashkangjitemi kësaj iniciative dhe të krijojmë më shumë programe që përveç peace designerit, pra përveç mësimit të njohurive praktike se si menaxhohet dhe bëhet një projekt, të rinjt mund të edukohen në këtë kontekst dhe pse jo nesër pas nesër të përfshirë në kurrikulat mësimore. Kjo është dhe dëshira jonë që këto iniciativa që nisen të mos mbeten në letër, të mos mbeten veç tek studentët, por të shkojnë tek institucionet adekuate për t'i konsideruar që ndoshta duhet punojmë në këtë drejtim për 1, 2, 3, 4 arsye. Po. Megjithatë, cili është vlerësimi juaj personal për angazhimin e të rinjve? Po i referoni të Maqedonisë. Të Maqedonisë, po. Realisht ne jemi shumë krenarë dhe fakti që jemi në vitin e 3 të bashkëpunimit, besoj që flet shumë qartë për eksperiencën që neve kemi pasur. Realisht jemi ndjerë të nderuar dhe të përfaqësuar denjësisht, paktën për sa i përket Maqedonisë dhe Universitetit Tetovës nga studentët që kemi pasur, jo veç në rajon, jo veç në aktivitetet rajonale që kemi pasur, por edhe kur kemi qenë në zyrat e UN-it në Vjenë, por edhe në Hungari. Studentët tanë kanë shkëlqyer me përgjegjësinë, me përgatitjen, me idetë, edhe përgjithsisht më pëlqen edhe ne na gëzon fakti që të rinjt duan të jenë pjesë e ndryshimit edhe të mësojnë. Domethënë janë shumë kanë këtë dëshirën që duan të mësojnë edhe ta shpëlosin këtë njohuri, dhe përballë kolegëve të tyre europian kanë shkëlqyer dhe ne jemi shumë krenarë dhe shumë të lumtur. Po, pikërisht këtu e kisha pra edhe pyetjen e radhës. Kanë qenë studentët e Universitetit të Tetovës pjesë e trajnimeve të ndryshme ndërkombëtare dhe rajonale. Pra cili është vlerësimi juaj për këtë, meqense ju pak a shumë edhe e përmendat? Po, realisht siç e thash, ne kemi qenë shumë të kënaqur me performancat dhe idetë, madje nuk e di disa nga kolegët e kanë ndarë kishte bërë shumë përshtypje nga eksperienca e parë në Austri që kanë pasur, që nëse kolegët e tyre europian propozonin ide që si t'i mbrojmë peshqit e ky pellgu që kishin te lagja, se ndotja ndoshta i dëmtonte, të rinjtë tanë vinin me ide që realisht preknin çështje si pjesa e ndotjes mjedisit, si pjesa e përfshirjes, barazia gjinore dhe përfshirjes së më shumë vajzave në radhët e policisë ose edukimit në kontekstin e sa të lumtur dhe sa mirë ndjehen nxënësit me procesin mësimor në përgjithësi. Edhe kjo na ka lënë neve shumë të reflektojmë si staf, dhe për të parë në radhë parë potencialin e të rinjve tanë. Edhe e dyta, fakti që me vërtet ne kemi shumë punë për të bërë, edhe të rinjt duhet të jenë pjesë e këtyre proceseve. Domethënë,
institucionet shtetërore duhet të krijojnë hapësira që të kenë opinionet e të rinjve dhe punën e të rinjve në këto institucione, për nismat që marrin. Janë shumë të talentuar dhe shumë të aftë që ndonjëherë i nënvlerësojmë, edhe institucionet ndonjëherë pa dashje mundohen të shikojnë doktoratura, të shikojnë ca kualifikime, por realisht ne kemi parë një punë shumë profesionale edhe duam që patjetër të krijojmë sa më shumë mundësi që të rinjt e Ballkanit, të Maqedonisë, Kosovës, Shqipërisë të kenë mundësi të përfaqësohen ndërkombëtarisht, të jepet hapësira të qenit në një tavolinë me bashkëmoshatarët e tyre dhe të kenë të drejtën e plot për të përfaqësuar vendin e tyre. Kjo është ndoshta një nga sfidat më të mëdha që kemi hasur, është të sjellësh të rinjt në tavolinë. Për shkak të shumë burokracive, edhe në momentin që të rinjt tanë janë në tavolinë, pjesa tjetër Misioni është i kryer. Po, misioni jonë është i kryer. Realisht, aty misioni jonë është i kryer. Me një tha që përmendet edhe UN më herët, që disa student kanë pasur vizita edhe në Vjenë. Po. Të flasim pak edhe për këtë përvojë. Realisht është një nga të preferuarat e mia. Organizata që është regjistruar në Vjenë, YSP Europe and Middle East, ka status konsultativ në Kombet e Bashkuara, që do të thotë punon ngushtë dhe është pjesë e organizatave me të cilat United Nations vazhdimisht konsultohet për nismat apo forumet që zhvillon. Edhe në këtë kuadër neve jemi munduar të krijojmë një program që çdo herë që kemi të rinj që vinë në Vjenë, në zyrat tona të kenë mundësinë të vizitojnë institucionin e Godinën edhe institucionet që janë në zyrat e Kombeve të Bashkuara për të parë më nga afër edhe se si është e gjithë kjo gjë. Domethënë, sidomos për nxënësit e juridikut, por në përgjithësi flitet shumë për drejtën ndërkombëtare, flitet shumë për institucione ndërkombëtare, por është tjetër eksperiencë kur ti ke mundësi të shkosh atje, ta përjetosh, ta shikosh, ta kuptosh që realisht ka shumë njerëz që punojnë edhe në drejtimin e gjërave, dhe pse ndonjëherë është shumë e vështirë që të gjesh një konsensus, edhe ka kritika të vazhdueshme që nuk bëhet mjaftueshëm, por realisht nga feedbackut që ne kemi marrë nga eksperienca ka qenë një nga eksperiencat më motivuese të nxënësve, edhe për ta parë veten e tyre që ndoshta një ditë unë do jem pjesë e këtyre institucioneve. Domethënë, nëse dikur ishte dukur shumë e madhe, shumë e paarritshme, vizita dhe trajnimet aty i kanë krijuar atë bindje dhe hapësirë që ndoshta një ditë unë do jem atje edhe do jem pjesë e këtyre institucioneve. Ndoshta Amra mund të ndaj pak më shumë? Unë e kam pasur të njëjtën përshtypje, siç e theki Mikaela, kur e shija sallën, domethënë, edhe me të vërtetë thoya se me të vërtetë unë një ditë mund të jem këtu, ulur në llogariket, e rehatshme. Sigurisht, I have a dream, ka thënë një i madh. Një njeri shumë i madh dhe besoj që gjithçka fillon me një ëndër. Me një ëndër, sigurisht. Të flasim pak edhe për vullnetarizmin, Amra, për të rinjët, se sa të rinjët tanë janë vullnetar, aktiv, sa dalin nga jo zona e tyre e komforit dhe rehatis për që janë aktiv në shoqëri. Të rinjt tanë kohën e fundit kanë filluar të merren goxha shumë me aktivizëm, po unë i kisha inkurajuar që gjithë të angazhohen, për shkak se jo vetëm që i ndihmon ata që të zhvillohen si personalitete, por i ndihmon që ti shohin sa më afër problemet dhe sfidat që ka komuniteti, dhe kështu në të ardhmen ata do të kenë mundësi që të jenë pjesë e zgjidhjeve të këtyre problemeve. Sigurisht. Dhe për fund, Mikaela, cila do ishte ajo porosia yte, me qenë se për shtypjet për studentët e Tovës apo të Maqedonisë së Veriut edhe për trajnimet këtu i dëgjuam, besoj që do të ishte një porosi që të gjithë të rinj duhet të merren me aktivitete dhe të jenë pjesë e këtyre trajnimeve. Unë do t'i bashkoj asaj që tha Amra dhe tha shumë bukur. Madje shumë herë themi në trajnime që ne duhet i marrim edhe politikanët, edhe çdo kush që punon në institucione shtetërore, në për këto trajnime që të kenë mundësinë të shikojnë në një perspektivë tjetër, dhe së dyti për të dalë në terren edhe për takuar njerëz. Ndonjëherë të gjitha ato politika që bën nëpër institucione, nëpër tavolina, në shumicën e rasteve ka një disconnection, një shkëputje shumë të madhe nga realiteti. Dhe neve shumë fort të rinjve, por dhe kujdo që sidomos e shikojnë veten e tyre që nesër pas nesër duan të jenë pjesë e politikës, duan të jenë pjesë e institucioneve, të përfshihen në aktivitete, trajnime të tilla dhe të jenë vullnetar në vendin e tyre, sepse është një nga mënyrat më të mira, siç e tha dhe Amra, për të parë se ç'a është mirë, ç'a nuk është mirë, edhe për të filluar për ta dashur vendin tënd. Nëse ne nuk e duam vendin tënd atë ku jetojmë, nuk do përpiqemi ta bëjmë më mirë, thjesht do kalojmë.
Edhe është gjynaf që neve mos të me gjithë të rinj që kemi, me gjithë të potencial, talent të shkoj të ike, mos të shkoj Europës edhe mos të kontriboj në vendin e vetë. Kështu që personalisht, unë veç nëse nuk ju marrë shumë kohë, vete kam nisur, kam qenë pjesë aktive e trajnimeve që në moshën 16 vjeçare që në high school, që në gjimnaz, edhe realisht për posta saj të qenit një nxënës ekselent, zhvillimin më të madh, qoftë karakterit, qoftë të konfidencës, qoftë edhe të networking, kanë ardhur nga këto trajnime ndërkombëtare dhe nga eksperienca të takuarit të njerëz të tjerë të rinj dhe të bërë gjëra bashkë të formoson si njeri dhe të jep vizion për të ardhmen. Shumë e bukur në fakt. Ky do të ishte një apel për të gjithë të rinjt, një mesazh për të gjithë të rinjt që duhet sa më shumë të merren me vullnetarizëm, të marrin pjesë në për trajnime të ndryshme. Kur them vullnetarizëm, nënkuptoj atë që në të shumtën e rasteve të rinjt janë ata të cilët menjëherë mendojnë për atë koston financiare që do të përfitojnë nga këto aktivitete, por megjithatë nuk paguhet ajo kosto të cilën e fitojmë ne në formësimin ton, në atë zhvillimin intelektual nëse marrim pjesë në këto trajnime. Të nderuara, unë ju falenderoj shumë që ndahet nga koha juaj sot për të na nderuar në emisionin tonë. Faleminderit Të kënaqësi, faleminderit shumë. Të nderuar shikues, ishte kjo pjesa me personalitetet e ditës. Ju vazhdoni të qëndroni dhe më tutje me ne, rikthehemi pas pak.